Doja që t'u tregoj se sa lek fiton në muaj nga TikToku, ose në qoftë se ju i përkushtoheni TikTokut më shumë. Atëherë kam hyrë te akaunti tim dhe këtu keni këto 3 pikat, pasi e keni aktivizuar akauntin, e keni monetizuar pra me lek që të fitoni lek. Do shkojmë këtu në fund tek programi beta që unë e kam bërë, dhe kjo tregon që me videon e fundit janë bërë $8 vetëm me videon e fundit që ka qenë më shumë e shikuar, dhe tregon gjitha sa herë shikuar e të tjera. Këtu keni mundësinë që t'i shikoni domethënë ditët e fundit, 7 ditët e fundit apo e të tjera. Ajo që dua t'u tregoj është që të shikoni balancën më shumë, dhe minimumi që mund të merrni nga TikToku është $50. Pra ju mund të, në momentin që fitoni $50, ju mund t'i kaloni minimumi, por ka edhe një minimum tjetër, dhe pagesat e TikTokut bëhen me PayPal, mund t'i bësh edhe me Zelle, më duket, nuk jam e sigurt, dhe i paguan TikTokut i paguan 15, domethënë nga muaji në muajin tjetër, pra data 15 deri në 15 të muajit tjetër. Dhe këtu ke këto 3 pikat, do shikoni këtu Creator Found Dashboard, është i gjithë totali i balancës që ju keni fituar në muaj apo dhe më tepër, sepse unë nuk kam bërë asnjë kalesë domethënë asnjë kalesë në bankën time, nuk e kam lidhur as me PayPalin as me bankën, dhe thjesht këto janë lek të mbledhura që TikToku nuk i ka kaluar, domethënë nuk ja ka marrë TikTokut, dhe sot vendosa që t'i kaloj me PayPal. Shpresoj që t'u kem ndihmuar me këtë informacion, por ajo që desha të thosha është se në qoftë se ju e merrni seriozisht TikTokun, postoni gjëra me vlerë që vërtet shikohen, apo keni një faqe që doni të shisni apo doni të tregoni diçka, nuk janë pak, $50 në muaj, mund të bëhen 100, varet nga shikimet dhe nga klikimet. Në qoftë se kalon miliona, pastaj flasim në mënyrë tjetër, sepse edhe mënyra rritet dhe pagesa për 1 milion shikime, nuk e di se si funksionojnë këto, por do ju sugjeroja që ta merrni më seriozisht, sepse është një mundësi e mirë për të fituar. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar, paçim.